Vrasësi Ilaria Sulës trondi sërish me deklaratën "Trupin e futa në thas", kur e qellova nuk bërtiti shumë. Vrasësi i 22 vjeçares shqiptare Ilaria Sula, Mark Samson, ka rrëfyer me detaje përpara prokurorëve të çështjes momentin e vrasjes së ish-të-dashurës në dhomën e tij të gjumit. Mark Samson në dëshminë e tij ka thënë se ka goditur Ilarian 2 herë me thik pas shpine dhe më pas ajo ra në tokë e vdekur. Skenë ndodhur në momentin që prindrit e tij ndodheshin gjithashtu në shtëpi. 23 vjeçari thot se më pas trupin e saj e futi në 2 thas që kishte në kuzhinën e shtëpisë për ta futur më pas në një çantë. Mark Samson shpjegon se çanta nuk e zinte plotësisht trupin e Ilarias dhe më pas mori një valizhe të madhe për ta hedhur më vonë në një humner jashtë Romës. Nuk bërtiti shumë, e godita 2 herë me thik, nga pas dhe ajo nuk ndjeu thuajse asgjë. Ajo vdiq me njëherë. U gjenda në dhomën time me trupin e Ilarias të shtrirë në tokë. E futa në 2 thas që kisha në kuzhinë. Dal nga dal, po kuptoja çfarë kisha bërë. Aty më kujtua një frazë që gjyshi im më tha përpara se të vdiste. Për çdo gjë ka një zgjidhje, përveç vdekjes. E kontrollova disa herë nëse Ilaria ishte gjallë, por jo, ajo kishte vdekur. Trupin e saj e futa në një çantë. Zinte vetëm gjysmën, më pas gjeta një valixhe më të madhe, e cila e zinte të tërën, ka treguar Samson.